Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Piu lëng turshie për një muaj çdo ditë dhe papritmas filloi të ndjente diçka që e la pa fjalë. Përveç faktit se kastraveca turshi janë të mirë për hidratim, ka edhe disa arsye të tjera pse duhet i konsumoni më shpesh. Ullumtimet kanë treguar se lëngu i kastravecave mund të ulë presionin e gjakut. Për të reduktuar rrezikun e diabetit të tipit 2, ekspertët këshillojnë konsumin e ushqimeve me indeks të ulët glicemik, ku përfshihen edhe kastravecat. Indeksi i tyre glicemik është të paktën 15. Ndërkaq, kastraveca turshi duhet të kombinohen gjithashtu edhe si një zgjidhje shumë e mirë, sidomos nëse jeni nën stres, sepse ndikojnë në mënyrë preventive kundër zhvillimit të thatit në lukth, mbrojnë edhe lukthin dhe ndihmojnë edhe personat të cilët janë të shëmur nga diabeti tipi 2, sepse stabilizojnë nivelin e hemoglobinës, proteinë që qelizat e gjakut në zor të cilat transmetojnë oksigjen. Ndërkaq, nëse jeni adhurues të turshive, me siguri keni menduar se çfarë të bëni me lëngun që mbetet prej tyre. Ka shumë mënyra për ta ripërdorur këtë lëng. Nëse nuk e dini, lëngu nga turshit mund të përdoret edhe për të bërë salca dhe shpesh rekomandohet të pihet për shkak të përfitimeve të shumta për organizmin. Përbërësit e lëngut të kastravecit ndihmojnë në balancimin e sheqerit në gjak, në përmirësimin e nivelit të kolesterolit, në rregullimin e presionit të lartë të gjakut. Gjithashtu, nëse lëngu i turshive është i fermentuar dhe jo i konservuar, ju merrni përfitime shtesë. Në një nga bankierët më të mirë në botë, Channel Adams përmendi tendencën interesante të kombinimit të alkoolit me lëngun e thartë të turshive, dhe gjithashtu pati edhe shumë përfitime, sidomos nga lëngu i turshive. Lëngu i turshive është i preferuar nga sportistët, ndoshta prej kohësh ekspertët nuk i njohin mirë vlerat prej tyre. Deri pak kohë më parë, ekspertët supozonin se lëngu i turshive ndihmonte me ngërçe dhe dhimbje të muskujve. Rezultoi se ata kishin të drejtë. Në këtë video do të rendisim vlerat e lëngut të turshive sipas ekspertëve dhe arsyet pse duhet ta keni gjithmonë pjesë të gatimeve tuaja. Ato qetësojnë muskujt. Një studim i publikuar në revistën Medicine and Science zbuloi se meshkujt e dehidratuar vuajnë më pak nga dhimbjet muskulare pasi kishin pirë lëng turshie. Për të arritur efektin e dëshiruar mjafton pak më shumë se gjysma një filxhani me lëng turshie. Studimi sjell që lëngu i turshive kishte më shumë rezultate kundër ngërçit dhe dhimbjeve muskulare sesa pirja e ujit. Kjo mendohet se ndodh sepse ky lëng ka efekte të menjëhershme kundër dhimbjeve, duke ndaluar sinjalet e dhimbjeve në rrugët e tyre nga nervat tek muskujt, citojnë ekspertët. Lëngu i turshive ndihmon edhe me hidratimin. Shumë njerëz janë të mendimin që uji është lëngu më i favorshëm për të hidratuar pas tërvitjes. Kjo është pjesërisht e vërtetë. Uji me të vërtetë të bën mirë nëse jeni të stërvitur pas një ore ose pak më shumë. Por nëse stërviteni për orë të tëra ose në temperatura të ngrohta, nuk ka më mirë se sa lëngu i turshive. Ky lëng është i pasur me natrium dhe kalium që përshpejton hidratimin. Natriumi dhe kaliumi janë elektrolite, nivelet të cilave bien gjatë djersitjes. Lëngu i turshive përmban shumë elektrolite të tilla pas një djersitje afatgjatë. Ky lëng e ndihmon trupin të rikthehet shpejt në nivelet e elektroliteve të nevojshme. Është lëng pa yndyrë që të vjen në ndihmë. Nëse po përpiqeni të humbisni në peshë, atëherë me siguri do të qëndroni larg pijeve me shumë kalori. Gjatë stërvitjes është më mirë të pini lëngun e turshive sesa të pini pije të tjera kalorike që mund të jenë të shijshme, por nuk kanë të njëjtin efekt në marrjen e elektroliteve ose zbutjen e dhimbjeve muskulare. Ai është i përballueshëm edhe nga ana financiare. Nëse jeni konsumator të rregullt të turshive, duhet të dini se nuk keni nevojë të shpenzoni shumë para për pije sportive. Edhe nëse nuk hani turshi, mos refuzoni lëngun e turshive si një alternativë shumë të lirë për të gjitha pijet që zakonisht rekomandohen gjatë stërvitjes. Ato përmbajnë gjithashtu plot antioksidant. Lëngu i turshive ka sasi të lartë të vitaminës C, vitaminës C që janë të mirë me antioksidantë të shkëlqyer. Antioksidantët mbrojnë organizmin tuaj nga molekulat e dëmshme ose si njihen ndryshe radikalet e lira. Secili prej nesh është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant është gjithmonë një ide e mirë.
Gjithashtu vitaminat C dhe E forcojnë sistemin imun, luajnë një rol fantastik për organizmin. Mund t'ju ndihmojnë në përpjekjen tuaj për të rënë nga pesha. Lëngu i turshive përmban shumë uthull. Konsumi ditor i uthullës në doza të vogla mund t'ju ndihmojë gjithashtu në stimulimin për të rënë nga pesha. Mund të cilësohet si një zgjidhje shumë më fitimprurse në këto raste dhe mund të jetë një zgjidhje sidomos për personat të cilët e kanë më të lehtë që të mbajnë në një regjim të mirë ushqimor dhe stimulojnë gjithashtu edhe djegjen e kalorive të tepërta me këtë produkt të shijshëm. Ndihmon për rënjen e niveleve të sheqerit në gjak. Një studim i publikuar në revistën për kërkime shkencore për diabetin, të cilës i referohemi, hodhi më shumë dritë mbi të mirat që vijnë nga konsumi i dozave të vogla të uthullës përmes vakteve. Studimi tregoi se uthulla ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak pas vakteve te njerëzit që vuajnë nga diabeti tipi 2, sa më i ekuilibruar të jetë niveli i sheqernave, aq më të shëndetshëm mund të jeni. Ndihmon gjithashtu edhe me tretjen. Uthulla tek lëngu i turshive ndihmon me tretjen. Ushqimet e fermentuara janë shumë të mira për sistemin tretës, sepse inkurajojnë rritjen dhe zhvillimin e bakterieve të mira në stomak. Ëmbëlsojnë aromën e gojës. Ndoshta, lëngu i turshive mund të thartojë gojën në fillim, por në fakt ndihmon kundër aromës së keqe të saj. Herën tjetër kur hani turshi, mos e derni lëngun, por e ruani atë. Kështu do të merrni edhe përfitimet më unike që ato kanë në dobi të organizmit tuaj. Bëjt fjala gjithmonë për turshitë e përgatitura vetë në shtëpi, pasi ato të blera në dyqane mund të jenë më tepër me krip. Për faktin se kastravecat janë të mira për hidratim, ka edhe disa arsye të tjera pse duhet i konsumoni ato më shpesh. Ullumtimet kanë treguar se lëngu i kastravecit turshi mund të ulë presionin e gjakut për të reduktuar rrezikun e diabetit tipi 2, sepse ekspertët këshillojnë konsumin e ushqimeve me indeks të ulët glicemik, duke përfshirë edhe kastravecat duke pasur edhe një indeks glicemik që është 15. Kastraveca turshi mund t'i konsumoni edhe nëse jeni të stresuar, pasi mund t'japin përfitime të mira për shëndetin tuaj, sidomos në këtë aspekt. Ka të dhëna se lëngu i turshive është një recetë shumë e mirë shtëpiake kundër urthit dhe refluksit të acidit. Ky problem ka të bëjë gjithashtu me kthimin në ezofag të acideve në stomak. Lëngu i turshive është një mënyrë shumë e mirë për të marrë laktobacile, bakterie të shëndetshme për stomakun, që gjenden në mënyrë natyrale kryesisht te kastraveci. Por në rastin e kastravecit, lëngu industrial nuk ka probiotik, sepse këto bakterie largohen gjatë përpunimit dhe fermentimit. Ndaj ju këshillojmë të konsumoni lëngun e turshive të bëra në shtëpi dhe kurse si ato të turshive të përpunuar. Uthulla, nëse është një përbërës kryesor i turshive, megjithatë, duhet të keni kujdes që të mos konsumoni sasi të madhe, pasi mund të përkeçojë urthin ose refluksin. Ai përmban gjithashtu plot antioksidant. Lëngu i turshive ka sasi të lartë të vitaminës C dhe E, që janë antioksidant të shkëlqyer. Antioksidantët mbrojnë organizmin nga qelizat e dëmshme, siç një ndryshe radikalet e lira. Secili prej nesh është i ekspozuar ndaj radikaleve të lira, ndaj një dietë e pasur me antioksidant është gjithmonë një ide e mirë. Gjithashtu vitaminat C dhe E forcojnë imunitetin dhe largojnë edhe problemet e organizmit. Ndihmojnë për të rregulluar nivelet e sheqerit në gjak. Një studim i publikuar në revistën për kërkime shkencore për diabetin, të cilët i referohemi, hodhi shumë dritë mbi të mirat që vijnë nga konsumi i dozave të vogla të uthullës përpara vakteve. Studimi tregoi se uthulla dhe lëngu i turshive i ndihmonte në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak pas vakteve te njerëzit që vuanin nga diabeti tipi 2. Sa më i ekuilibruar të jetë niveli i sheqernave, aq më të shëndetshëm mund të jeni. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe me tretjen. Uthulla tek lëngu i turshive ndihmon me tretjen. Ushqimet e fermentuara janë shumë të mira për sistemin tretës, sepse inkurajojnë rritjen dhe zhvillimin e bakterieve të mira në stomak, duke ndikuar kështu edhe në lehtësimin e problemeve tuaja. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.